Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit e gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin tonë alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përsjellën këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër dhe motra të nderuara, sonte inshallah do të flasim për një temë, për një fjalë, për një fjali të cilën e ka thënë një nga shokët e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, më trego tregun. Të dashur besimtar, nëse duam një person të suksesshëm, ai duhet të plotësojë disa kritere dhe standarde për të qenë I mirë. Nëse duam që një çift të bashkëshortor të jetë I suksesshëm në jetën e tij, sigurisht pra ka disa kritere dhe standarde të cilët duhet t'i plotëson ai njeri. E nëse duam që të kemi pra një nën të edukuar dhe pastaj të dalin fëmijë të mirë dhe të suksesshëm, duhet plotësuar disa kritere në jetën e saj për qenë një nën e tillë. Prandaj, më tregun është një fjalë që e ka thënë një nga shokët e pejgamberit Allahut Muhammedit alayhi salam, Abdurrahman ibn Affani. Këtë fjalë ai I tha në kushtet më të vështira ekonomike të jetës së tij, duke ditë se Ky shok I pejgamberit Allahut ka qenë një ndër biznesmenët më të fortë në Mekë. Mirë po, atëherë kur gjithë besimtarët bënën migrimin nga Mekëja në Medinë, tani ky sahabi I pejgamberit Allahut u bë një ndër njerëzit më të varfër në Medinë. Dhe gjithë e dim çfarë ndodhi në Medinë. Ndër tjerash u bën dhe vllazëria. E ky sahabi I pejgamberit Allahut kishte fatin të jetë vëlla për nga feja me Saad ibn Waqasin. Dhe atëherë ki I fundit I tha, unë ti do të jap gjysmën e shtëpisë dhe gjysmën e pasurisime. Mirë po, Abdurrahman ibn Affani nuk pranoi që ai të mëshiroj, nuk pranoi që ai të shtrinë dorën e ndihmesës dhe të jetë parazit në Medinë. Atij I tha, Zoti ti të shpërbleft, Allahu ti të dhash bereqet në pasurinë tënde e në familjen tënde, por ti më tregun ku gjendet. Të nderuar, këtë fjalë që e tha Abdurrahman ibn Affani u bë një fjali e cila besimtarët e duan, edhe ne jemi nga ata që këtë fjalë pra e duam, sepse na nuk duam të jetojmë parazit dhe nuk duam të jetojmë të papunë. Një ndër kriteret që kishte Hazreti Omeri kur në prezencën e tij lavdrohej dikush, se filani është I mirë, ai pyeste me çfarë merret ai njeri. Nëse I thonin ata se nuk merret me asgjë, atëherë Hazreti Omerit I dilke nga zemra dhe nga qefi ky besimtar përderisa nuk merre me asgjë. Prandaj na duhet mendojmë mirë dhe qartë. Në këtë rast sepse përderisa ti mundohesh vëlla besimtar dhe përpiqesh për ta siguruar ushqimin dhe veshmbathjen për familjen tënde, ti jesh I bindur se po ti ishte gjallë pra Hazreti Omeri në mesin ton, ti ai do të vlerësonte dhe do të nderonte edhe më shumë. Më tregun do të thotë ti të fitosh aftësi menaxhuese, ti do të njoftohesh me njerëz të shtresave të ndryshme, do të mësosh komunikimin me njerëz. Më tregun është një nga rregullat që ti tani mo planifikon për të ardhmen, si të kursesh, si të shpenzosh sa më mirë dhe si të I shtosh të ardhurat e tua. Më tregun nuk është thjesht një fjalë, një shprehje e cila vetëm ne e lexojmë dhe e ndëgjojmë, por është një metodë pune në marrëdhënie shoqërore, është një metodë pune në marrëdhëniet ekonomike dhe politike. Thjesht e qartë dhe duhet thënë se tregu është një sektor që ka të bëjë me politikën, moralin, ekonominë, shoqërinë e kështu me radhë. I dashur besimtar, vëje në jetën tënde këtë fjali pra më tregun, kështu
ti do të ndihmosh fuqishëm në zhvillimin dhe në fuqizimin e ekonomisë së vendit. Përderisa ne jemi besimtar, përderisa Zoti neve na ka dhënë shëndetin, na ka dhënë gjitha këto aftësi, atëherë lind pyetja, pse ne mos të i shfrytëzojmë në maksimum? Pse na mos bëhemi ajo dorë e cila jep, e jo dorë e cila shtrim pra të këtë qerët. Më tregon tregun të nderuar ndihmon që ndikon që në pasurinë tënde të gjensh pra edhe anën shpirtërore dhe morale të njeriut, sepse papunësia është ajo që rëndon shumë moralin edhe gjendjen shpirtërore edhe të çiftet bashkëshortore. Kemi raste kur nga problemet dhe kriza ekonomike kanë ardhur deri te ndarja edhe shkatrimi i familjes. Kështu që i Zoti i shtëpisë pra duhet të jetë përgjegjës edhe në këtë përgjegjësi ai duhet ta marrë pra mbi supët e veta. Në fund pra Muhamedi alayhis salam i kërkon të mbrojtje Zotin nga fukarallëku 5 herë në ditë. Ai e bënte këtë me qëllim që ai dhe njerëzit pra të tregojnë dhe të frymojnë me fjalën më trego tregun. Të nderuar, kjo fjali besoj se duhet mbjellët thellë në zemrat tona, duhet mbjellët thellë në shpirtin dhe në mendjet tona, se besimtari pra duhet jetë njeri i cili përpiqet, besimtari duhet jetë ai njeri i cili punon, edhe mos jetë pra parazit dhe i papun jetën e tij. E dashur o rini, kjo është vendi jon, e duam dhe na do. Prandaj ne të punojmë edhe ne kur punojmë pra kemi një familje të shëndosh. Ne kur punojmë pra jemi ata të cilët i ndihmojmë të qerët, i ndihmojmë jetimët, i ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë pra student e kështu me radhë, dhe edhe ne pra edhe fëmijët e tonë bëhen trashëgimtar të pasurisë, e gjithë kjo pasuri pra me mundin dhe sakrificën që japim sigurisht pra do të jetë edhe me vend në këtë botë, po sigurisht edhe për botën tjetër. Lutim Allahun e Mandueshëm që këtë fjali të cilën e ka thënë ky shok i pejgamberit Allahut të jetë pra pjesë e praktikës sonë në jetën tonë përditshme, e rinia jonë pra të e kalon jetën e saj me punë, me aktivitete, e mos bëhet rini e pa punë dhe parazit. Ju falemnderit shumë.